Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Amaneti i shpatit u realizua. Selvia jep lajmin e madh për djalin e vogël. Selvie Kasapi, bashkëshortja e të ndjerit Shpat Kasapi, ka ndarë një mesazh falënderimi publik për mbështetjen e marrë në një moment kaq të vështirë që vazhdon. Ai u bëri të ditur se falë ndihmës së Leda Meçes dhe Bora Tartarit, familja ka arritur të sigurojë në kohë rekord një leje qëndrimi 3 vjeçare në Itali. Kjo leje është një hap shumë i rëndësishëm për shëndetin dhe të ardhmen e vogëlushit Roel, i cili po mjekohet. Në mesazhin e saj, Selvia shprehet se Shpati do të ishte shumë i lumtur për këtë arritje dhe se ajo është vendosur të çojë deri në fund amanetin e vetëm që ai i kërkoi.